Jasi të zhdukni kodhën dhe të pastroni mushkërit nga gëlbaza në vetëm 24 orë me këtë recetë të gjyshes. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkëri mund t'ja vijë si pasojë e ftohjes ose edhe gripi dhe mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje, madje edhe probleme të rënda me gjumin tuaj. Bllokimet që shkaktohen në krahëror shoqërohen gjithashtu edhe me kollë të fortë, nëpërmjet të cilës mushkëritë përpiqen që të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmet që shkaktojnë bllokime të mushkërive, por gjithashtu mund të shkaktohen edhe nga sekrecione të ndryshme siç mund të jetë edhe gëlbaza. Një gjë e tillë mund të ndodhë si pasojë e bronchitit, astmës, fibrozës cistike dhe alergjive. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ju mund t'ju vinë në ndihmë të mushkërive tuaja edhe duke konsumuar lëngje të ngrohta, supa të kockave, supa me perime, çajra bimore të tjera. Kështu do të arrini të realizoni një mbrojtje më të mirë për shëndetin e mushkërive dhe të mbani larg gjithashtu komplikacionet e tyre. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara, sidomos nga ekspertët, për këtë problem veçohet gjithashtu edhe mjalti, i cili është shumë i veçantë edhe efikas në pastrimin tuaj të mushkërive, dhe rezultatet që do t'jap do t'jenë fantastike në mbrojtje dhe rigjenerimin e shëndetit tuaj. Thuhet se një i rritur mund të konsumojë një lugë gjedhe me mjaltë çdo deri në 3 deri në 4 orë. Ushqimet të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shegët, madje edhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkërive nga sekrecionet kërkon që të realizohet një recetë me këta përbërës: 2 deri në 3 gram xhenxhefil plur, 2 deri në 3 gram speca plur djegës, çerek filxhani ose rreth 100 ml uthull molle të pafiltruar, 15 ml mjaltë, rreth 3 lugë gjedhe dhe gjithashtu 100 ml lëng të freskët limoni. Pasi merrni të gjithë përbërësit e kërkuar në këtë recetë, filloni me përgatitjen e saj. Zjeni së bashku uthullën dhe lëngun e limonit. Sapo të marrë val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin, specat e djegës, i përzieni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me përmbajtje uniforme, të cilën mund ta hidhni në një shishe qelçi. Rekomandohet të konsumoni nga një lugë gjedhe 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit që kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkërive dhe sekrecioneve të trashë rekomandohet të përdorin 2 jastëk. Koka duhet të mbahet të ngritur në mënyrë që të pengojë bllokimin e problemeve të frymëmarrjes. Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet tuaja zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeçohen ose kanë ngjyra të çuditshme, nga jeshilja në të verdhë. Paraqituni tek mjeku më pas për të marrë një zgjidhje më të specializuar. Për kujdesja ndaj mushkërive, është hapi i parë më i rëndësishëm dhe më i shkëlqyer që mund të ndërmerrni në mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër komplikacioneve që i kanosen, sidomos me ndrimin e stinëve. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim ushqimet të cilat ndihmojnë në pastrimin dhe detoksifikimin më të mirë të mushkërive dhe përmirësimin e këtij organi të shëndetshëm. Për një shëndet më të mirë respirator, çaji jeshil mund të jetë një zgjidhje shumë e lehtësueshme kundër problemeve të gëlbazës. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil. Kjo mund të ndodhë përpara gjumit. Kjo ndihmon në pastrimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe në ruajtjen e shëndetit tuaj tretës. Çaji jeshil mund të kombinohet mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin, dhe rezultatet që do të merrni në këtë rast do të jenë vërtet mbreslënse. Lëngu i limonit është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemit të frymëmarrjes. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant, acid folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh për të marrë përfitimet e lartpërmendura. Lëngu i borovicës, së kuqe ose dhe ananasit mund të jenë zgjidhje mjaft të mira lehtësuese kundër problemeve të frymëmarrjes, citoi studimi. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu i tyre mund të konsumohet çdo ditë në mes vakteve ose edhe gjatë drekës. Nëse po përpiqeni sigurisht të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës gjithashtu mund të jetë një lehtësues i çështjeve tuaja shëndetësore. Karrota është e pasur me vitaminat A, vitaminën C, vitaminën K dhe B. Lëngu i saj do të rrisë nivelin alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se
Disa karrota në ditë mund të ulin rrezikun e komplikacioneve respiratore dhe kombinimi i karrotave me mjaltin mund të jenë një lehtësues i mirëfillt për çështjen tuaj respiratore. Edhe çaji i xhenxhefilit mund të jetë një lehtësues shumë i mirë për çështjen tuaj. Xhenxhefili është një aleat i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson dhe eliminon sekrecionet bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasura me antioksidant gjithashtu mund të luajnë një rol pozitiv në sistemin tuaj respirator edhe të mbajnë larg gjithashtu edhe problemet të frymëmarrjes. Spinaçi, frutat e pyllit, peshku, brokoli, rrushi gjithashtu janë në zgjidhje mjaft të pasur me antioksidantë të cilat do të forcojnë imunitetin, do të mbajnë kapacitetin e plot respirator dhe do të mbajnë larg problemet e frymëmarrjes. Është e rëndësishme të përmirësoni gjithashtu edhe higjienën tuaj për të pasur një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Sipas studimeve, mjalti mund të lehtësojë kollën. Për të trajtuar një problem të tillë duhet të përzjeni 2 lugë çaji me mjalt në ujë të ngrohtë ose në çajin bimor. Pijeni këtë përzierje të paktën 2 ose 3 herë në ditë, por mos a jepni të vegjëlve nën 1 vjeç. Xhinxheri gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për problemet respiratore. Ai mund të lehtësojë kollën e thatë ose astmën, pasi ka veti të mira antiinflamatore. Mund të lehtësojë gjithashtu të përzierat dhe dhimbjet. Në një studim sugjerohet se disa përbërës antiinflamatorë të xhenxhefilit mund të relaksojnë kështu membranat e rrugëve të frymëmarrjes, të cilat mund të zvogëlojnë kollitjen. Përgatisni një çaj me xhenxhefil qetësues, duke shtuar gjithashtu 20 deri në 30 gram feta të freskëta xhenxhefili në një filxhan me ujë të nxehtë. E lini për 40 minuta dhe më pas e konsumoni. Është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për problemet respiratore. Lëngjet e mira gjithashtu të konsumuara gjatë ditës mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për problemet tuaja imunitare. Qëndrimi i hidratuar është jetik jo vetëm për kollën, por edhe për ftohjen. Ulëntimet tregojnë se pirja e rregullt e lëngjeve në temperaturë të ambientit mund të lehtësojë në kollitjen e ashpër gjatë ditës, sidomos edhe rrjedhjen e undëve dhe teshtimën. E njëjti studim raportoi se pijet e nxehta mund të lehtësojnë gjithashtu edhe simptomat përfshirë dhimbje të fytit, lodhjet edhe problemet respiratore. Ndjekja e recetave të duhura në kushte shtëpie për një kohë afatgjatë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për rastin tuaj. Ekspertët këshillojnë që të konsultoheni vazhdimisht edhe me mjekun tuaj përkatës për të patur një zgjidhje më të mirë. Pijet e nxehta që mund të jenë qetësuese për dietën tuaj janë supat, çajrat bimor, çaji i zi pa kafeinë, uji i ngrohtë, lëngjet e ngrohta të frutave natyrale. Kështu do të merrni lehtësimet e duhura për sistemin respirator. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe terapinë me avull. Një kollë e lagur e cila është prodhuar nga mukosi ose gëlbaza mund të përmirësohet me avull. Bëni një dush në një banjo të nxehtë dhe lejoni që banjo të mbushet me avull. Qëndroni në këtë ambient për disa minuta derisa simptomat të qetësohen. Pini një gotë me ujë më pas për të qetësuar dhe për të parandaluar edhe dehidratimin. Bëni një tas me avull dhe mbusheni atë me ujë të nxehtë. Shtoni brenda saj vajra thelbësore esencial si mund të shtoni edhe eukalipт ose rozmarin, të cilat gjithashtu mund të lehtësojnë edhe dekongestionin. Qëndroni sipër tasit ose enës duke vendosur një peshqir mbi kokë që të bllokoni avullin të shpërndahet. Thithni tani avujt për 5 minuta. Nëse avulli ndihet i nxehtë në lëkurë, përpiquni që ta mbani atë sa më konstant. Në dietën tuaj për të përmirësuar gjithashtu sistemin tuaj kundër problemeve të frymëmarrjes mund të përdorni edhe gargarën me ujë të kripur. Kjo është një zgjidhje shumë efikase edhe për trajtimin e dhimbjeve të fytit dhe kollës së lagur. Uji me krip do të zvogëlojë gëlbazën në mukosin e pjesës së pasme të fytit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe kollën. Përzjeni një gjysmë filxhani çaj krip me ujë të ngrohtë derisa ajo të tretet mirë. Lërini solucionin të ftohet edhe më pas mund ta përdorni atë sipas nevojës suaj. Është e rëndësishme që nëse gjendja juaj përkeqësohet ta adresoni menjëherë tek mjeku përkatës. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.